Dozet e udhpseu hapën. Kush nga miqtë e spionoi Luan Starovën? Brenda shtëpisë së tij. Mes mjera faqeve të verda e të grisura që dolën nga arkivat e fshehura të UDB-s, hetuesit gjetën diçka që ngriti lesh në krah të çdo njeriu që e pa. Një dosie të trash, të lidhur me spango të kuqe, ku emri i shkruar me makinë shkrimi tingëllonte si goditje shpate. Luani Starovaj, objekt i mbikëqyrjes së vazhdueshme. Por nuk ishte emri që i bëri duar të dridhen atij që e hapi për herë të parë. Ishte lista që ndodhej brenda. Lista e atyre që kishin raportuar çdo fjalë, çdo pshertim, çdo bisedë të thurur mbi tryezën e kuzhinës, ku kafe pinin njerëzit që eksvanin veten miq. Disa prej tyre ishin fqinj, disa ishin kolegë dhe të paktën një prej tyre kishte ulur krye mbi të njëjtën bukë, kishte pirë ujë nga i njëjti got dhe pastaj kishte dalë jashtë për t'i raportuar çdo gjë shërbimit sekret të Jugosllavisë. Për dekada të tëra, kjo dosie kishte qëndruar e mbyllur, e fshehtë, e rëndë si guri i varrit. Tani, ajo ishte hapur. Dhe pyetja që mbetet si plag e hapur, pyetja që keni të drejtë ta dini, është: kush ishte ai njeri që buzëqeshte në fytyrë dhe spionte pas shpine? Kur arkivat e UDB-s filluan të hapesh gradualisht pas rënies së Jugosllavisë, dhe kur studiuesit e historisë filluan të fusnin duart në ato kuti pluhuri e heshtje, ata nuk prisnin të gjenin ndër dokumentet e tyre emrin e Luan Starovas, shkrimtarit, diplomatit, intelektualit shqiptar Maqedonas, njeriu që kishte bërë karrierën e tij duke rrëfyer me letërsi atë që shumë të tjerë nuk guxonin ta toshin as në ëndër. Por sistemi nuk e kishte lënë të lirë. Sistemi nuk linte asnjë të lirë. Dhe kjo doshje e trash e lidhur me spango të kuqe dëshmon se Starova nuk ishte thjesht një shkrimtar i ndjekur. Ai ishte një njeri i rrethuar, i rrethinuar nga të gjitha anët, duke mos e ditur se kush nga ata që ulmin me të deri vonë natën, duke diskutuar për Camusin dhe Sartrin, kishte firmosur marrëveshjen me djajt. Luan Starova lindi më 14 maj të vitit 1941 në Pogradec, në një familje shqiptare me prejardhje nga ata intelektual të vjetër ballkanik që kishin mbijetuar ndërimin e perandorive dhe kishin kuptuar se mbijetesa e vërtet nuk jetonte në shpata, por në fjalë. I ati, Arif Starova, kishte qenë vetë një figurë komplekse, diplomat, njohës i kulturave, njeri që i kishte shpëtuar persekutimit stalinist me mend të hollë dhe me heshtje të matur. Kjo mësim e madhe se fjala duhet të mbahet nën kontroll, se çdo send ka dy kuptime, ai që thuhet dhe ai i vërtet, i që transmetuar djalit si trashëgimi e pavdekshme. Por edhe me gjithë urtësinë e trashëguar, edhe me gjithë vigjilencën e mësuar nga mothat e hershme, Luan Starova nuk ishte mundur të ikte nga goja e sistemit. Sistemi kishte syt kudo. Dhe do të zbulojmë sot, pasi dekada heshtje nuk mjaftuan ta fshinin të vërtetën, se sytë e sistemit kishin fytyrë njerëzore, fytyrë njohëse, fytyrë miq. Ajo që e bën këtë histori tronditse nuk është vetëm fakti i spionazhit, sepse kush nuk e dinte se UDB ja spionte. E dinin të gjithë, e dinin shkrimtarët, e dinin artistët, e dinin edhe fëmijët e vegjël që dëgjonin fjalët e prindërve të tyre të shqetësuar natën vonë. Por ajo që nuk e dinte askush, ajo që nuk mund ta pranonte mendja, ishte se spiuni nuk ishte nevojë të hynte me forcë nga dritarja. Ai tashmë ishte ulur në karrigen kryesore të dhomës së ndenjes. Mund të pyesesh veten, çfarë kishte Luan Starova të fshihte? Çfarë kishte bërë ky njeri i librave, ky njeri i ideve, ky njeri që shkruante me penë dhe jo me pushk, saqë të meritonte dosie, ndjekje dhe mikun spiun brenda shtëpisë? Dhe kjo është pikërisht pyetja e gabuar, sepse sistemi nuk kërkonte kriminal. Sistemi kërkonte mendimtar. Sistemi kishte frikë nga fjala e lirë shumë më tepër se sa nga revolja. Dhe Starova, me romanet e tij, me ambasadën e tij kulturore, me aftësinë e tij për të folur njëkohësisht shqip, makedonisht, frangjisht dhe turqisht, ishte saktësisht lloji i njeriut që UDB ja e konsideronte të rrezikshëm. Jo sepse donte të rrezonte sistemin, por sepse mund ta bënte, sepse kishte zërin, sepse kishte lidhjet, sepse kishte respektin e njerëzve të kulturës në dy botë, atë jugoslave dhe atë perëndimore. Kur Starova filloi të punonte si diplomat kulturor i Jugosllavisë, fillimisht në Francë, pastaj në Spanjë, dhe më vonë pasi vendi fitoi pavarësinë, si ambasador i Maqedonisë në Francë dhe në UNESCO, karriera e tij duke si triumf i pastër. 25 vjet durim, punë, letra e sakrifica kishin prodhuar frutin e tyre. Romani i tij, Kohëra e mjegullores, pastaj Rruga e sfinjarcës, pastaj veprat e tjera të sakës së tij të madhe familjare, po lecoheshin, po shpërndaheshin, po çmonoheshin nga lecues në shumë gjuhë të botës.
Paris, qyteti ku intelektualet ballkanik gjithmonë kishin shkuar të shëronin plagët e kulturës dhe të lirisë, i kishte hapur dyert. Dhe ai kishte hyrë brenda me krenarinë e një njeriu që kishte mbijetuar, i kishte shpëtuar sistemit, mendonte ai, i kishte shpëtuar dosjes, i kishte shpëtuar syrit të padukshëm. Por dosja nuk ishte mbyllur asnjëherë. Pikërisht kur ai po shkruante faqet e para të atij libri të madh, librit që do ta çlironte kujtimet e familjes nga shtypja e gjysmë shekullit, dikush, diku, po i shkruante çdo fjalë të tij në një raport tjetër. Bashkëpunëtorja e tij e ngushtë nga vitet e shkupit, gruaja që i kishte redaktuar do shkrimet e para dhe kishte fjetur mbi divanin e dhomës së tij të punës shumë net gjatë diskutimeve letrare, kur nuk e kishte treguar të vërtetën, të paktën jo hapur. Derisa, sipas disa dëshmive të mbledhura gjatë hetimeve, arkivat u hapën dhe emri i saj doli, jo si e akuzuar, jo me gishtë të shtrirë, por si dëshmi e asaj që sistemi i bënte miqve të vërtet, i ngjante plagëve. Shumë vite më vonë, kur gazetarët e gjurmonin historinë, ajo kishte thënë me zë të lëkundur, me sytë e ullur nga turpi që nuk ishte i saj por i kohës, unë nuk ja quaja vetes spiun, unë thoja se po raportoja. Kjo ishte fjalla që na mësonin, se raporton, jo se tradhoton. Por tashme e di se ishte i njëjti send. Ky rrëfim, i thyer mes heshtjeve të gjata, i bër para kamerës me sytë ngullur në dysheme, ishte ndër dëshmit më të rënditse të asaj që arkivat e UDB-s kishin fshehur. Sepse ajo nuk ishte qenë armike. Ajo kishte qenë miku i mirë. Ajo kishte qenë njëra nga ato njerëzit për të cilët Starova do të kishte vënë dorën në zjarr, dhe pikërisht kjo e kishte bërë atë të dobishme për sistemin. Por kjo nuk ishte as emri i parë në listë, as i fundit, dhe ai i fundit, ai emri i fundit, është historia që do ta ndryshojë gjithçka që mendoni se dini për Luan Starovën. Tani mendoni pak, çfarë do të ndjeje nëse nesër do të zbuloje se miku juaj i fëmijërisë, ai me të cilin keni ndar bukën dhe hidhrimin dhe gëzimin e çdo viti të jetës, kishte qenë duke ju ndjekur jo nga dashuria, por nga detyra. Çfarë do të bëje me të gjitha ato kujtime? Ku do t'i vendoshe ato biseda të natës, ato lot të ndara, ato qeshje të sinqerta? A do të mbeteshin reale, apo do të ktheheshin retrospektivisht në kurtin më të sofistikuar që dikush i kishte vendosur ndonjëherë? Kjo ishte pyetja me të cilën Luan Starova kishte jetuar, dhe kjo pyetje, e cila mund t'i duket fjaja abstrakte atij që nuk e ka njohur asnjëherë sistemin, ishte shumë konkrete për çdo njeri mbi të 45 vjeç në Ballkan. Sepse shumë prej jush e kanë jetuar, shumë prej jush e dini si tingëllon heshtja e atij miku kur e pyet diçka pak shumë direkte. Dhe shumë prej jush, me shumë mundësi, nuk do ta dini asnjëherë të vërtetën e plotë. Ky rrëfim nuk ekziston për të gjykuar, ekziston për të hapur dosjen. Dhe ajo dosje, tashmë, nuk mund të mbyllet sërish. Kishte një vend në Shkup, një apartament i vogël në katin e tretë të një ndërtese gri nga vitet e 50, me dritare që shikonin drejt një obori ku fëmijët luanin zhumshëm pas drekës, ku Luan Starova ishte vërtet vetja e tij, jo diplomatit, jo shkrimtarit, jo intelektualit që duhet të kishte përgjigje për çdo pyetje të filozofisë dhe letërsisë. Vetja e tij e vërtet, njeriu i lodhur, njeriu i ngrysur, njeriu i friksuar, njeriu që dinte shumë gjëra që nuk mund t'i thoshte askujt. Disa nga miqtë e tij të ngushtë e dinin për këtë vend, por shumë nga ata që e dinin nuk ishin hyrë atje si miq. Ata kishin hyrë si sytë dhe veshët e sistemit. Ky apartament nuk ishte qenë sekret me qëllim siç kanë sekrete kriminalët ose tradhtarët. Ishte sekret i thjesht, i llojit që çdo njeri i shtypur në mpeshën e regjimit e krijon. Një hapësirë ku mund të thuhet e urrej, ku mund të qaj, ku mund të lexoje Pasternakun pa u shqetësuar se si do të tingëllonte kjo në raport. Ishim fqinjtë e atij ndërtese që shumë vite më vonë, kur investigimi kishte filluar, kujtonin gjëra të vogla. Se si ai silej me libra në sqetull natën vonë, se si herëherë dëgjohej muzikë xëmt nga ai apartament pas mesnatës, se si ndonjëherë dikush tjetër priste jashtë derës shumë kohë para se ajo të hapej. Ata kujtonin edhe diçka tjetër, diçka që u duke e parëndësishme në atë kohë, por tani kuptohej si sinjal i qartë. Dikush nga vizituesit e rregullt dilte nga ai apartament me hapa shumë të shpejtë, shumë të sigurt, sikur ishte ai vetë zotëria e atij ambienti dhe jo i Luan Starovës. Cili ishte ai vizitues i rregullt, dhe çfarë kishte të bënte me dosjen e trashme spangot të kuqe? Njeriu që kishte firmosur marrëveshjen me sistemin e kishte bërë këtë jo me armë në ballë dhe jo në dritën e panatishme të një sale hetimi të ftohtë. E kishte bërë me nënshkrim të qetë, me dorë fare të sigurt, në një llamë zyre që shkëlqente mbi faqen e bardhë të letrave zyrtare. Sepse UDB ja nuk kishte nevojë gjithmonë për dhunë. Ajo kishte nevojë për njerëz që tashmë donin të besonin se po bënin diçka të drejtë. Dhe ky njeri, ai që Starova e kishte quajtur ndoshta mikun e tij më të ngushtë letrar, i kishte thënë vetes se po mbrojte sistemin, po mbrojt kulturën, po mbrojt rregullin.
ndërsa po vriste me kaq butësi dhe elegancë lirinë e shpirtit të njeriut me të cilin kishte ndarë vitet e rinisë dhe librat e parë. Kjo histori tashmë ka emër, ka datë, ka dokument, dhe ne e kemi atë dokument, jo si gojdhën, por si dëshmi e arkivuar, e vullosur me vullën zyrtare të Shërbimit Sekret Jugoslav. Çfarë bën atë dokument veçanërisht tronditës nuk është se ekziston, por se ka reshta të tëra me informacione që vetëm dikush shumë i afërt me Luan Starovën mund t'i dinte. Reshta për mbrëmjet private, reshta për bisedat e mesnatës, reshta për frikrat e brendshme që njeriu nuk i tregon as pasqyrës. Kush mund t'i dinte të gjitha këto gjëra? Kush kishte qenë kaq pranë? Vesi e kishte mbajtur këtë peshë gjatë të gjitha atyre viteve. Buzëqeshja, kafja e përbashkët, duart e shtrënguara me miqësi, ndërkohë që shpirti i tij tashmë kishte rënë. Ndër të gjitha dosjet e hapura pas rënies së Jugosllavisë dhe pas pavarësimit të Maqedonisë, ka një dokument të vetëm, sipas hetimeve të bëra nga studiues të pavarur të historisë së shërbimeve sekrete jugoslave, që dallon nga të gjitha të tjerat për Luan Starovan. Jo sepse është i gjatë, jo sepse është i dhunshëm, por sepse është i shkruar me dashuri. Jo dashuri për sistemin, dashuria aty nuk ishte vend, por me atë lloj dashurie toksike që miku tradhtar ndihen për të pashpjegueshme ndaj atij që ka shitur, admirim, zili dhe frikë të tillë saqë nuk mund ta duronte asnjëri prej tyre pa e sabotuar. Raporti datohet rreth viteve 70, vite kur Starova ishte tashmë duke u ngritur si zë letrar dhe duke filluar rrugën e tij diplomatike. Ai raport, i shkruar me grafite holl dhe me sintaks të kulluar, i analizonte jo veprimet e Starovës, por fjalët e tij. Mënyrën se si fliste për baban e tij, mënyrën se si fliste për shqiptarët e Maqedonisë, mënyrën se si ndahej ideologjikisht nga linja zyrtare jo nëpërmjet rebelimit, por nëpërmjet nuancës. Dikush kishte kuptuar se nuanca ishte gjuha e Starovës, dhe dikush me gjitha të kuptim kishte zgjedhur ta përdorte si armë kundër tij. Sipas burimeve që kanë studiuar këto arkiva, raporti ishte shkruar nga dikush me njohuri solide letrare. Njeriu dinte si ta analizonte tekstin, si të leconte ndërmjet reshtave dhe si ta kthente atë lehtësim intelektual në kallëzim zyrtar. Kjo e bën spionin e Starovës ndoshta edhe më të frikshëm se raportuesit e zakonshëm të kohës. Ai nuk ishte robot i sistemit, ai ishte intelektual i sistemit. Dhe intelektualët kur tradhtojnë e bëjnë me precizion. Tani, pas gjithë kësaj, ne kemi një pyetje shumë konkrete për ju. Atje në shtëpitë tuaja, ju që e keni njohur atë kohë, ju që e dini si tingëllonte fjala raport kur thuaj me zë të ullët. A besoni se Starova e ka kuptuar ndonjëherë, edhe pjesërisht, se kush ishte ai mik me grafitën e holl? Kishte një sëmundje të veçantë që i prekte intelektualët ballkanik të gjysmës së dytë të shekullit të 20. Sëmundje që mjekësia nuk e kishte emërtuar kurrë, por të cilën të gjithë e njihnin me simptomat e saj. Ndallohej shkrimi, ndallohej fjala, ndallohej edhe mendimi i lishëm dhe njeriu fillonte të jetonte me vetë censurën si frymëmarrje. Starova e kishte shmangur këtë sëmundje, por jo pa çmim. Dhe çmimi kishte qenë pikrisht ajo vigjilencë e përjetshme, ai barë fshehjes, ajo hapësirë ngushtë midis asaj çfarë mendoje dhe asaj çfarë mund të thoje. Por kishte edhe diçka tjetër, diçka që nuk figuronte në biografitë zyrtare dhe nuk diskutohej hapur. Një aspekt i jetës private të Starovës që spionit e kishin shfrytzuar me eficiencë maksimale. Familja. Familja ishte qelësi. Kur njeriu ka frikë për veten, mund ta kontrollojë frikën. Kur ka frikë për familjen, fëmijët, bashkëshorten, prindrit, sistemi e ka gjetur akillesin e tij. Dhe UDBA e dinte këtë shumë mirë. Ndër raportet e zbulura, ka të dhëna se vëzhdimi i Luan Starovës nuk kufizoi vetëm tek ai personalisht. Ai shtrihej edhe tek retina e tij familjare, tek shoqëria e bashkëshortes, tek kontaktet e të afërmve. Kjo ishte taktika klasike. Nëse vetë objekti ishte i kujdesshëm dhe nuk bënte gabime, mund të gjeje shtigje të tjera nëpërmjet atyre që ai donte. Nëpërmjet atyre që nuk i kishte mësuar të ishin poashtë të kujdesshëm. Sipas burimeve të hetimit, bashkëshortja e Luan Starovës kishte kalluar vite në frikën e heshtur të asaj që do të ndodhte nëse dikush tjetër, ndonjë mik, ndonjë koleg, ndonjë i njohur i asaj kohe, bënte gabim dhe fliste shumë. Ajo e kuptonte rrezikun, por nuk mund të kontrollonte çdo bisedë, çdo darkë, çdo takëm kafeje të lënë mbi tryezën e kuzhinës, ku ndodhej edhe veshi i padukshëm. Dhe pikërisht mbi tryezën e asaj kuzhine, mes aromës së kafes turke dhe timit të cigares, kishin lëvizur fjalët më të rrezikshme. Fjalët e thëna midis mikut të besuar dhe një koqirit të lodhur. Fjalët që mendonin se thuheshin vetëm aty, vetëm ndërmjet tyre, dhe që ditën tjetër ishin shkruar tashmë me atë grafitën e hollë dhe të qartë. Ju që keni jetuar atë kohë,
Ju e dini si ndjehej kur uleshit për kafe dhe shikoheshit te syri i mikut duke pyetur pa zë, vallë kjo person është si unë apo është ndryshe? Sa kohë keni ndetur me atë pyetje të pashqiptuar mbi dishtat tuaj? Por kjo histori ka edhe një dimension tjetër. Një dimension që kur u zbulua nga hetuesit, u duk fillimisht si e pamundur dhe pastaj si e pafallshme. Kishte të dhëna që sugjeronin se ky spiun i ngushtë i Starovës nuk ishte qenë thjesht i rekrutuar nga frika ose nga detyra. Sipas materialeve të arkivave, pohohet se kishte edhe kompensim. Jo kompensim i madh, sistemi nuk shpenzonte shumë për bashkëpunëtorët e tij, por pretendohet se kishte privilegje. Leje udhëtimi pak më të lehta, mundësi botimi pak më të hapura, ndonjë trajtim preferencial në institucionet kulturore ku vendosej ardhmja profesionale. Me fjalë të tjera, miku i Starovës kishte shitur lirinë e tij dhe privatësinë e tij të ngushtë, jo me revole në ball, por me kalkulim të qetë. Karriera e tij kundrejt besnikërisë së miqësisë. Dhe kishte zgjedhur karrierën. Kishte zgjedhur veten, kishte zgjedhur sistemin. Sipas materialeve të studimit të arkivave, ky kompensim i vogël, kjo marrëveshje e heshtur midis spionit dhe sistemit, kishte zgjatur vite të tëra. Jo pak muaj, jo një periudhë të shkurtër shtupjeje, por vite. Gjatë gjithë atyre viteve, Starova kishte vazhduar të besoj, ose të bënte sikur besonte, që ndoshta është edhe tragjikja më e madhe, se ky njeri ishte miku i tij. Kishin vazhduar të takohen, kishin vazhduar të diskutojnë letërsinë, kishin vazhduar të ndanin shijet dhe idetë dhe zhgënjimet e tyre. Dhe çdo takim i ri kishte prodhuar edhe një raport të ri, edhe disa fjalë të reja të shkruara me atë grafiten e qartë, edhe pak grop të re në themelet e besimit që Starova kishte ndërtuar me kujdes gjatë jetës së tij. Pyetja që ne nuk mund t'ju mos bëjmë ju tani, pyetja e madhe, pyetja që është zemra e kësaj historie, është: nëse do të ishit ju në vendin e Luan Starovës dhe do ta dinit të vërtetën, a do ta ndodhni dot të shikoni sërish atë njerin ndër sy? Tani ndodhet momenti i historisë son, ku dokumentet na çojnë në një vend që askush me sa duket nuk e kishte menduar të kërkonte. Jo tek biseda, jo tek kuzhinat, jo tek mbrëmjet me kafe dhe cigare, por tek letra. Tek korespondenca zyrtare dhe jo zyrtare, tek ato zarfe të dërguar nëpër institucione kulturore, tek ato rekomandime dhe kontribute letrare që sistemi i kulturës jugoslav i prodhonte me ritëm industrial. Sepse në atë botë të mbyllur, botë ku libri i botohej ose ndalohej me vendim komiteti, ku konferenca letrare organizoheshin me leje të posaçme, ku çdo udhtim jashtë vendit kallonte nëpërmjet zurave të saktuara, ekzistonte edhe një sistem tjetër i fshehur, paralel me të parin, por shumë herë më i rëndësishëm: sistemi i detyrimeve të shkruara. Dokumenti që u gjeti lidhur me dosjen e Starovës dhe që sipas studiuesve të arkivave paraqet ndoshta aspektin më shqetësues të gjithë historisë, nuk ishte raport spionazhi. Ishte diçka shumë më e zakonshme dhe shumë më e frikshme. Ishte lloj marrëveshjes jo formale, e formuluar me kujdes, që i lidhte shkymtarët me sistemin nëpërmjet detyrimeve kulturore. Kjo marrëveshje, e cila ekzistonte jo vetëm për Starovën, por për një numër intelektualësh jugoslav të gjeneratës së tij, ishte mjeti me të cilin sistemi fitonte akses jo të dhunshëm tek mendja dhe pena e shkymtarit. Nuk e ndallonin, nuk e arrestonin, por e lidhnin, me premtime, me mundësi, me kufizimet e fshehura të asaj çfarë mund të botohej dhe asaj çfarë jo. Sipas burimeve të aksesuara gjatë hullumtimeve për këtë rrëfim, sipas disa studiuesve të arkivave, ekzistonte një praktik ku shkrimtarët e mdenj jugoslav, veçanërisht ata nga komunitetet kombëtare minoritare, nënshkruanin angazhime kulturore që sipas interpretimeve juridike mund të konsideroheshin marrëveshje kontrollimi. Ata nënshkruanin jo me dhunë, por në presionin e heshtur të dilemës. Nëse nënshkruante, botonte dhe udhtonte. Nëse nuk nënshkruante, qëndronte shtëpi, pa zë dhe pa lecues. Për një shkrimtar, kjo nuk ishte dilemë mes lirisë dhe burgjimit, ishte dilemë mes ekzistencës dhe zhdukjes artistike. Dhe shumë njerëz të talentuar, njerëz të ndershëm, njerëz me ndërgjegje, kishin zgjedhur ekzistencën, duke paguar çmimin e fshehur të saj me çdo faqe të botuar. A mendoni se Starova e diti gjithmonë çfarë çmimi paguaj për çdo libër të tij të botuar? A mendoni se ai gjumë natën i binte lehtë? Kishte një mbrëmje të vonë vere, sipas rrëfimeve të treguara shumë vite më vonë nga njerëz të afërt me familjen Starova, kur Luan Starova pati hyrë në bibliotekën e vogël të apartamentit të tij me hapa të rëndë dhe kishte filluar të nxirrte libra nga rafti njërin pas tjetrit, duke i vendosur mbi tavolinë, duke i parë sikur nuk i njihte, sikur ishte duke bërë inventarin e asaj që kishte prodhuar jeta e tij, jo me krenari, por me atë lloj më dyshjeje të çuditshme me të cilën ndjehet njeriu kur kupton se gjërat janë ndodhur ndryshe nga ç'kishte planifikuar.
Ishte nata kur dikush I kishte treguar me zë të ulët, me fjalë të kujdesshme, se arkivat po çeleshin, ve se emri I tij ishte atje, I pranishëm jo si viktime thjesht, por si objekti detajuar I operacioneve të mbikëqyrjes sistematike. Ishte nata kur diçka kishte ndryshuar përfundimisht, edhe nëse ndryshimi nuk ishte zë, edhe nëse shprehej vetëm nëpërmjet atij inventari të heshtur librash mbi tryezë. Ai kishte ditur, kishte dëshuar, kishte ndjerë, me atë instinkt të mprehtë të intelektualit të stërvitur nga vitet e sistemit, se diçka nuk shkonte, se dikush nuk ishte ajo çfarë dukej. Por të dihesh dhe ta konfirmosh janë dy gjëra krejtësisht të ndryshme. Të dihesh është barë e mendjes. Ta konfirmosh e bën barë të shpirtit, dhe shpirti është shumë më I brisht se mendja. Kjo natë, sipas atyre që e njohin historinë, ishte nata ku Starova kishte kalluar nga dyshimi në dëshmi, dhe dëshmi nuk mund të regjistrohet. Sipas burimeve ai kishte mbetur I qetë, me atë qetësi të thellë, jo paqësorja, por qetësia e dikujt që ka vendosur se si do ta mbajë peshën. Nuk ishte bërtitur, nuk ishte qajtur, të paktën jo aty. Kishte vendosur librat sërish në raft, njërin pas tjetrit, me kujdes, me rregull, dhe pastaj kishte ullur në karrige dhe kishte shkruar. Jo raport, jo ankesë, jo letër zyrtare, kishte shkruar letërsi. Sepse kjo ishte mënyra e tij e vetme e paprekshme. Kjo ishte gjuha që sistemi mund të mbikëqyrte, por nuk mund ta vriste. Por kishte vetë diçka tjetër, diçka shumë konkrete, shumë materiale, që kishte dalë nga hapja e arkivave, ve që kishte mbetur e pashpjeguar deri sot. Ve pikërisht atë natë, natën e librave dhe heshtjes, lidhet e vetë detaja e fundit dhe më misterioze. Mes dokumenteve të dosjes, kishte një zarf I vogël, I vullosur nga brenda, me shkrimin e Starovës, ku brenda ndodheshin dy faqe me shkrim dore. Askush nuk ka dhënë ende shpjegim zyrtar se çfarë ishin ato dy faqe. Askush nuk ka treguar me se merreshin. Ve kjo heshtje e qëllimshme rreth dy faqeve të vogla të shkruara me dorën e tij, mes dokumenteve të UDBS, është ndoshta misteri I fundit dhe më I çuditshëm I dosjes. Çfarë kishte shkruar Luan Starova dhe vendosur brenda zarfit, brenda dosjes që mbikëqyrte? A ishte mesazh? A ishte dëshmi? A ishte rrëfim? Dhe ju, pas e keni dëgjuar gjithë këtë, çfarë mendoni se kishte shkruar? Çfarë do të kishit shkruar ju në vendin e tij, kur e vërteta tashmë nuk kishte ku të fshihej më? Kishte diçka në tryezën e tij të punës, diçka e vogël, pothuajse e parëndësishme nga pamja e jashtme, që Luan Starova nuk e lëvizte kurrë, pavarësisht se sa herë ndëronte apartament, pavarësisht se sa herë udhëtonte nëpër kryeqytetet europiane si diplomat dhe si shkrimtar I njohur. Ishte një gur I vogël, I lmuar, me ngjyrë të errët si blu I thellë deti, të cilin ja kishte dhuruar I atij Arifi kur ai ishte ende fëmijë. Gur I sjell, sipas legjendës familjare, nga deti I Pogradecit, ngritur nga uji I Jorit, kur drita e mbrëmjes e bënte të zhdritej si xham antik. I atij kishte thënë, me atë seriozitet të butë të prindërve ballkanik, që nuk dallojnë dot gjithmonë mes bestutnie dhe të vërtet, ky gur mban kujtesën e ujit. Kudo që të shkosh, ai të sjell mbrapsht tek vetja jote. Dhe Starova e kishte mbajtur atë gul gjatë gjithë jetës, mbi tryezën e Shkupit, mbi tryezën e Parisit, mbi tryezën e ambasadës, si t'ishte jo send, por dëshmi. Dëshmi se ekzistonte një botë para sistemit, para UDB-s, para raporteve dhe dosjes me spangot të kuqe. Dëshmi se kishte qenë dikur fëmijë I lirë, duke vrapuar nëpër brigjet e liçenit, pa ditur ende se çfarë do të thotë fjalla spiun. Por gjatë hetimeve dhe pas hapjes së arkivave, dikush nga njerëzit e afërt me familjen rrëfeu diçka që kishte mbetur e pashqiptuar për vite të tëra. Në një periudhë të caktuar, rreth mesit të viteve 80, kur tensionet politike brenda Jugosllavis kishin arritur njërin nga pikat e tyre kulmore, guri kishte zhdukur nga tryeza. Dhe Starova kishte kalluar javë të tëra duke I kërkuar, duke I pjetur të gjithë ata që kishin hyrë në apartament, duke rikontrolluar çdo tiroir dhe çdo raft, me atë obsesion të heshtur të dikujt që nuk kërkon send, por nën kuptim. Guri u rikthye. Dikush e kishte lvizur pa dashje, sipas shpjegimit të dhënë. Por Starova kur nuk e priti atë shpjegim si të plot. Kur nuk u bin plotësisht. Dhe kjo dyshim e vogël, kjo e çare heshme e besimit, do të este me të sihije paralele gjithë historisë tjetër. A është rastësi që gjëja e vetme që mbante tokën në këmbët e tij, ai gur I vogël I orit, u zhduk pikërisht kur sistemi kishte arritur pragun e shtëpisë së tij? Apo dikush dinte saktësisht si t'i prekte atij zonat ku bolti ishte rrënjosur thellë? Kur arkivat e shërbimit sekret jugoslav filluan të hapen dhe emri I Luan Starovës doli në dritë jo si spiun, por si viktime sofistikuar e mbikëqyrjes sistematike, kishte diçka tjetër që I befasoi historianët dhe studiuesit. Diçka që nuk e prisnin ta gjenin aty, ndërmjet raporteve të thjeshta dhe zarfeve të vullosura. Një listë.
Jo listë spionesh, jo listë ndjekjesh, por listë emrash kulturor. Shkrimtar, artist, drejtor revistazh, profesor universitetesh, me shënime të shkurtra pranë secilit emër, shënime të bëra me laps të kuq nga dikush me autoritet të qartë institucional. Disa emra kishin pranë shënimin e lirë të publikoj, disa të tjerë kishin me kujdes. Dhe disa të tjerë, dhe midis tyre, në nëngrupin e tretë të kësaj liste, kishin dy fjalë që sipas studiuesve nënkuptonin jo ndalimin e botimit, por diçka shumë më të sofistikuar: mbajnë në kontroll. Emri Luan Starovës ndodhej pikërisht aty, jo i ndaluar, sepse ndalimi do ta bënte martir dhe martirët janë të rrezikshëm. Jo i lirë, sepse liria do të kishte kuptuar rrezik tjetër, por i kontrolluar. I lejuar të botoj, i lejuar të udhtoj, i lejuar të bëhet i famshëm, por gjithmonë brenda hapësirës së llogaritur me kujdes nga dikush tjetër. Dikush që nuk e takonte kurrë. Dikush emri i të cilit nuk figuronte asnjëherë në asnjë konferencë letrare, por vendoste fatin e të gjithë atyre që figuronin. Sipas hetimeve historike, kjo listë nuk ishte rezultati i vendimit të një burokrati të zakonshëm. Kjo listë kishte një autor specifik. Dikush me pozicion të lartë brenda strukturave të kulturës jugoslave. Dikush me njohuri letrare të thella, dikush që mund të vlerësonte me saktësi se cilët shkrimtar mund të bëheshin problem nëse u jepej hapësira e plotë. Dhe kjo listë ekzistonte rreth fillimit të viteve të 70, pikërisht kur karriera e Starovës ishte duke marrë krah, para tradhtisë që do të vinte më vonë në fund të asaj dekade, pikërisht kur romanet e tij filluan të bëhen objekt diskutimi serioz. Dikush kishte vendosur, me laps të kuq dhe me qetësinë absolute të pushtetit, se sa larg mund të fluturonte ai zog. Jo se mos fluturonte, por se sa larg. A e ndjeni peshën e asaj, jo ndalimi, por kufizimi i matur? Sepse kufizimi i matur është shumë herë më i dhunshëm se ndalimi i plot. Dhe pastaj erdhi vizita. Erdhi njëra nga ato vizita për të cilat njerëzit nuk flasin hapur, vizita që nuk regjistrohet asnjëherë në kujtimet zyrtare dhe që ekziston vetëm si rrëfim i fragmentuar i dëshmitarëve të rastit, i atyre që ishin aty nga fatësia e thjeshtë e jetës dhe jo nga zgjedhja. Sipas rrëfimeve të mbledhura gjatë hetimeve, gjatë mesit të viteve 80, periudhë kur Jugosllavia ndodhej në gjendjen e saj të fundit agonike, kur Tito kishte ndërruar jetë dhe trashëgimia e tij politike kishte filluar të rrjohej në peshën e konflikteve kombëtare, Luan Starova pati pasur një takim. Takim jo të programuar, jo të pritur, jo me njëri nga ato njerëz që ai njihte plotësisht. Takimi kishte ndodhur në korridorin e ndërtesës ku kishte zyrën. Korridor gri, me ndriçim fluoreshent që bënte fytyrat të dukeshin të lëmshme dhe të pashëndetshme. Dhe njeriu që i kishte dalë përpara nuk ishte intelektual, nuk kishte pamjen e shkrimtarit apo të diplomatit, por kishte diçka tjetër, diçka që Starova e kishte ndier menjëherë pa e mund ta emërtoj. Autoritetin e pathënë të dikujt që nuk ka nevojë të prezantohet, sepse roli i tij tashmë është i njohur. Biseda kishte zgjatur pak minuta. Ishte zhvilluar me zë të ulët, me fjalë të kujdesshme, me atë lloj mesazhi të koduar që sistemi e kishte perfeksionuar në dekada. Fjalë të thjeshta, neutrale sipas pamjes, por me nënkuptim shumë të qartë për ata që dinin si ta leconin sistemin. Mesazhi sipas burimeve kishte qenë një lloj i thjeshtë dhe një lloj i rëndë. Ato që po shkruante, ato që po thoshte, ato ku po shkonte me penën e tij, dikush i ndiqte me vëmendje shumë të madhe. Jo si lecues, si vëzhgues. Sipas dëshmisë indirekte të mbledhur gjatë hullumtimeve, Starova kishte kalluar orët e mpashme në heshtje absolute. Nuk kishte shkruar asgjë atë ditë, dhe kjo për dikë si ai, i cili shkruante çdo ditë si nevojë fiziologjike dhe jo si zakon, ishte gjë e pazakontë dhe shumë domethënëse. Kishte ndejur, kishte pirë kafe pas kafe, dhe pastaj, natën vonë, kishte hapur dosjen e doshkrimit të tij të ri, atij doshkrimi që do të bëhej pjesë e sagës, dhe kishte filluar të fshijë faqe të tëra. Sipas rindërtimit të dëshmitarëve, jo me pend, jo me heqje të lehtë, por me fshirje të plota, të vendosura, si dikush që fshin gjurmë. Faqe mbi të cilat kishte punuar javë të tëra, faqe ku kishte thënë gjëra që mendonin se vetëm ai dhe letra do t'i dinin. Çfarë kishte thënë ai njeri me autoritetin e pathënë në atë korridor me ndriçim fluoreshent, saqë shkrimtari kishte zgjedhur të fshijë veten nga faqet e veta. Dhe tani, mes gjithë kësaj, mes gurit të zhdukur dhe listës me laps të kuq dhe vizitës në korridor, duhet të kuptojmë diçka themelore rreth Luan Starovës, diçka që bën dallimin mes historisë së tij dhe historive të shumë intelektualëve të tjerë ballkanik të gjeneratës së tij. Starova nuk u thye. Kjo është fjalia e rëndësishme, nuk u thye. Edhe pse sistemi kishte shpenzuar burime të konsiderueshme duke u përpjekur ta thyej. Nuk u bë instrument. Nuk firmosi marrëveshje të tjera. Dhe kjo rezistencë,
Kjo rezistencë jo heroike në stilin e filmit, por e heshtur, e vazhdueshme, e bërë nëpërmjet faqeve të shkruara dhe të ribotohura sërish, kishte pasur çmim shumë konkret. Çmimi ndodhe jo në karrierë. Karriera kishte mbijetuar, kishte lullzuar në fakt, por në trupin e tij, në nervat e tij, në ato natë kur gjumi nuk vinte dhe mendja e kthehej vazhdimisht tek pyetja e pamundur. Kush nga ata që dua po më ndjek? Kjo pyetje e vetme, e thjesht, e tmeshme, është zemra e çdo persekutimi të vërtet. Jo burgu, jo marrja, jo gjykimi, por kjo pezullim i përjetshëm midis besimit dhe mosbesimit. Kjo hapësirë e vogël midis kafes së ngrohtë dhe dorës që e shton, hapësirë ku jeton frika e vërtetë e njeriut intelektual nën sistem. Bashkëshortja e tij e kishte vërejtur këtë shpejt, shumë vite para se arkivat të hapeshin, shumë vite para se ndonjë konfirmim zyrtar të ekzistonte. E kishte vërejtur nëpërmjet gjërave të vogla, mënyrën si ai ndalej befas ditë kur dikush trokiste derën pa u njoftuar paraprakisht, mënyrën si leconte letrat 2 herë para se t'i hapte, mënyrën si ndonjëherë mes bisedave të zakonshme heshte papritur dhe shikonte dritaren sikur dikush mund ta dëgjonte nga jashtë edhe kur ishin 4 kate mbi tokë. Ajo nuk kishte thënë asgjë për vite të tëra, sepse edhe të thoshe diçka kishte rrezik, edhe fjala e shqetësimit domestik mund të bëhej në duart e duhura material raporti. Por e kishte mbajtur mend, dhe kur arkivat u hapën, kur konfirmimi i radhës ju dha jo si supozim por si dokument, ajo kuptoi se instinkti i saj kishte qenë i drejtë gjithmonë, dhe ndoshta, mendon me vete dikush i jashtëm, ishte pikrisht ky fakt, fakti se edhe ajo e kishte ditur pa mund të thoshte, që e bënte barën shumë herë më të rëndë. A mundeni ta imagjinoni si jetohej kjo çdo ditë, jo si dramë e madhe, por si heshtje e vogël, si pauzë e vogël para se dora të hapte xarfin, si vëzhgim i vogël i syve të mikut gjatë kafes, si jeta normale e cila, nën sipërfaqen e saj, ishte gjithmonë diçka tjetër. Ishte rreth viteve 78, sipas dokumenteve të zbuluar gjatë hetimeve dhe sipas datimeve që studiuesit e arkivave kanë tentuar të rindërtojnë, kur njëri nga njerëzit më të besuar të Starovës, njëri nga ata që i kishte lecuar dorëshkrimet para çdo njeriu tjetër, kishte marrë një vendim. Nuk e dim nëse vendimi ishte i menjëhershëm apo i maturuar ngadalë, nëse kishte pasur net pa gjumë duke menduar pasojat. Dokumentet nuk regjistrojnë shpirtin, regjistrojnë vetëm aktet. Dhe akti kur ndodhi, ishte i pariktyeshëm. Ky njeri kishte kaluar kufirin nga dëshmitari pasiv i jetës private të Starovës tek bashkëpunëtori aktiv i sistemit. Kishte vendosur jo vetëm të raportoj, kishte vendosur të ndihmoj sistemin të kuptoj se si funksiononte mendja e Starovës, si punonte imagjinata e tij, cilat ishin frikrat e tij të fshehta dhe cilat ishin temat ku ai do të mund të ekspozojë si i rrezikshëm. Ky kalim nga pasiviteti tek aktiviteti ishte hapi që e ktheu miqësinë në tradhti të plotë. Sepse deri atëherë, edhe nëse kishte folur pak, mund të justifikojë me frikën, me presionin, me detyrat e kohës. Por nda ky moment e tutje nuk kishte justifikim tjetër pos vetë zgjedhjes, dhe zgjedhja kishte prodhuar rezultat. Raportet e periudhës që pasoi janë ndër më të detajuarat, ndër më të saktat, dhe ndër ato me gjuhën më intime, gjuhën e dikujt që flet për njeriu që njeh mirë. Sipas materialeve të studimit, raporti i kësaj periudhe të Starovës nuk lecohet si dokument sekret shtetëror. Lecohet si portret psikologjik i shkruar nga dikush me aftësi të vërteta analitike, dikush që aduronte dhe e friksohej njëkohësisht nga talenti i atij që shkruante. Kjo dualitet, admirimi dhe tradhtia, është ndoshta aspekti më i dhimbshëm i gjithë kësaj, sepse kjo dualitet është njerëzore dhe e njohur, jo abstrakte si demonizimi, por konkrete si gjithë ato zgjedhje të vogla që bëjmë kur frika na ndalon të bëhemi ata që duam të jemi. Çfarë mendoni? A mund ta fal njeriu miqësinë e dikujt që ka tradhtuar jo nga urrejtja, por nga ajo kockë e vogël e dobësisë njerëzore që shumë prej nesh e kanë brenda? Tani, me dosjen e hapur para nesh dhe me gjithë ato faqe të verdha e të grisura të rregulluara si mozaik mbi tryezë, kuptojmë se historia e Luan Starovës nuk është historia e njeriut që sistemi e theu. Është historia e njeriut që sistemi u përpok ta thejë me çdo instrument të disponueshëm, me spiun brenda shtëpisë, me listë me laps të kuq, me vizita në korridore, me humbje të vogla të gjërave të çmuara, dhe që zgjodhi sërish e sërish të mbetet i tërë. Jo i paprekur, sepse nuk mund të mbetesh i paprekur në atë presion, por i tërë. Guri i vogël nga ori, ai gur i lmuar me ngjyrë blu të thellë, kishte kthyer në tryezën e tij dhe kishte qëndruar aty deri vonë, dëshmi e heshtur e diçkaje që sistemi nuk kishte mundur të konfiskonte. Por edhe kjo qëndrueshmëri kishte çmim,
dhe çmimi i saj ishte i patur tashmë brenda arkivave, brenda atyre 2 faqeve me shkrim dore që ndodheshin në zarfin e mbyllur të dosjes. Askush nuk ka shpjeguar ato 2 faqe, askush nuk i ka botuar, dhe kjo heshtje e qëllimshme rreth faktit më personal të gjithë kësaj histories mbetet e hapur si plag. Ndoshta ato faqe janë rrëfim, ndoshta janë emra, ndoshta janë diçka që nuk kemi kategori gjysore ta emërtojmë, diçka ndërmjet raportit dhe lutjes, ndërmjet dëshmisë dhe thirrjes. Por derisa ato të hapen, vendoshta nuk do të hapen kur plotësisht, ne jemi në pozicionin e atij fqini të ndërtesës gri të viteve 50. Ai fqin që dëgjonte muzikë të zëmt pas mesnatas, vedinte se diçka po ndodhte, por nuk kishte qëllësinë e derës. Jemi pranë, por jo brenda. Dhe kjo largësi e vogël, kjo centimetër hapësimi midis nesh dhe të vërtetës, është pikrisht ajo që Luan Starova e kishte ditur gjithmonë. Se sistemi nuk të vjedh gjithçka, sepse nëse të vjedh gjithçka, nuk ke çfarë të mbash mbi krye. Ta lë gjithmonë diçka të vogël, atë gur, ato 2 faqe, atë heshtje, jo si dhunti, por si zinxhiri i fundit. Dhe pyetja që mbetet, pyetja me të cilën rrëfimi vazhdon të kërkojë përgjigje, është: çfarë kishte shkruar Starova në ato 2 faqe dhe pse ato faqe janë ende të mbyllura? Ato 2 faqe me shkrim dore. Ato 2 faqe të mbyllura brenda zarfit, brenda dosjes me spango të kuqe, brenda gjithë asaj ndërtese heshtjeje që sistemi kishte ngritur rreth emrit të Luan Starovas, nuk ishin të vetmet sekrete të fshehura brenda arkivave të UDB-s. Kishte edhe diçka tjetër, diçka që hetuesit e gjetën të vendosur jo si dokumenti veçantë, por si shtojcë e heshtur brenda njërit prej raporteve të gjata të mbikëqyrjes. Shtojcë e shkruar me gjuhë kaq teknike dhe kaq të ftohtë, saqë mund të kalonte e papar nga syri i atij që nuk dinte si ta leconte sistemin. Por ata që e lecuan me kujdes, ata studiues të arkivave që kishin kaluar vite duke nxjerr kuptim nga gjuha e thatë burokratike e shërbimit sekret jugoslav, e kuptonin menjëherë çfarë nënkuptonte kjo shtojcë. Ishte lista e të gjithë atyre njerëzve që kishin kontribuar, aktivisht dhe me vullnet, në ndërtimin e dosjes kundër Luan Starovas. Jo të gjithë me emra të plot, disa me pseudonime, disa me kode numerike, disa vetëm me iniciale, por të gjithë të pramishëm. Të gjithë dëshmia asaj rrjete të padukshme miqesh spionësh që kishin rrethuar shkrimtarin gjatë dekadave të tij më produktive. Dhe pikërisht atëherë, kur studiuesi i ktheu faqen dhe lexoi emrin e plot të bashkëpunëtorit kryesor, jo me pseudonim, jo me kod, por me emër dhe mbiemër dhe datën e parë të kontaktit me UDBN, kuptoi se e vërteta kishte qenë gjithmonë shumë më afër, shumë më e dukshme, shumë më e dhimbshme se çdo teori e mundshme. 5 vetë e dinin të vërtetën e plot, vetëm 5 njerëz nga gjithë ata që kishin kaluar nëpër apartamentin e Starovës gjatë viteve të 70 dhe të 80, nga gjithë ata kolegë dhe miq dhe njerëz të letërsisë që kishin pirë kafe mbi tryezën e tij dhe kishin diskutuar deri vonë natën mbi Kamyn dhe mbi gjendjen e shqiptarëve të Maqedonisë dhe mbi fatin e shkrimtarit nën sistem. 5 vetë e dinin dhe 5 vetë kishin zgjedhur heshtjen si pak të tyre jo të thënë, jo të nënshkruar, por shumë më të fortë se çdo dokument. Heshtja e atyre që bashkon fajin e përbashkët. Sipas burimeve të studimit të arkivave, ky grup kishte funksionuar me simetri të çuditshme për vite të tëra. Njeri raportonte fjalët, tjetri raportonte lëvizjet, i treti siguronte aksesin tek do shkrimet, i katërti mbante kontaktin me oficerin koordinues të UDB-s dhe i pesti, ai i fundit, ai emri i fundit, ai njeri që do ta shohim me kujdes, ishte arkitekti të gjithë kësaj. Ai jepte sistemit jo informacione të thjeshta, por interpretim. Ai shpjegonte se çfarë nënkuptonin fjalët e Starovës. Ai e ktente letërsinë e tij në kallëzim. Ai ishte ndoshta njeriu i vetëm në atë grup prej 5 që mund të leconte faqen e Starovës dhe të kuptonte njëkohësisht 2 gjëra: gjeninë e saj dhe rrezikun e saj politik. Dhe kishte zgjedhur ta shfrytëzonte të dytën duke shpjeguar të parën tek ata që nuk kishin aftësi ta kuptonin vetë. Kjo ishte kontributi i tij specifik, kjo ishte specialiteti i tij. Dhe sipas dokumenteve, UDB-ja e vlerësonte me të vërtetë këtë aftësi. E vlerësonte aq shumë sa që kishte dhënë atij 5 njeriut statusin e bashkëpunëtorit të preferuar, me privilegje të vogla por të qëndrueshme, me mundësi të hapura kur dyert të tjera mbylleshin. Por 5 vetë kanë 5 ndërgjegje, dhe ndërgjegja nuk jeton gjithmonë në harmoni me zgjedhjen. A besoni se dikush nga ata 5 njerëz e kishte kuptuar ndonjëherë plotësisht, jo intelektualisht, por ndjeshëm, aty ku fjala dhemb, çfarë kishte bërë Luan Starovas dhe gjithë asaj jetë të ndërtuar me durim mbi shpalimin e vërtetës nëpërmjet fjalës? Ishte mjeku i tij, mjek i familjes, njeri i besimit të plot. Ai njeri të cilit i tregon gjërat që nuk i tregon askujt tjetër,
sepse ai njeri ka betimin e Hipokratit dhe ka shpinën e shenjtë të profesionit të tij. Kjo figure kishte qenë prezente gjatë gjithë viteve të vështira, gjatë gjithë atyre momenteve kur trupi i Staroves kishte paguar çmimin e luftës nervore me sistemin, kur gjumi nuk vinte, kur dhimbjet e stomakut ktheheshin periodikisht si rikujtuesi i stresit të grumbulluar, kur tensioni i përditshëm i të jetuarit me dyshimin nisi të manifestohej fizikisht me simptoma që mjekësia i emërtonte si të zakonshme, por që në kontekstin e kësaj jete ishin gjithçka tjetër veç se të zakonshme. Dhe pikrisht ky mjek, sipas materialeve të gjetura brenda dosjes, sipas asaj shtojtëse të fshehur të listës së bashkëpunëtorëve, kishte qenë ndër 5 vetët. Kishte raportuar jo fjalët e Staroves, kishte raportuar trupin e tij, gjendjen e shëndetit të tij. Momentet e dobësisë fizike kur njeriu ishte më i ekspozuar, kur mbrojtjet e tij mendore ishin më të ulta. Sipas dokumenteve të studimit, raportet e tij i përshkruanin mjaft teknike si çdo herë, me terma mjekësor, me datë konsulte, me shënime mbi gjendjen emocionale gjatë vizitave, por nënkuptimi ishte i qartë për ata që lexonin. Sistemi informohej kur Starova ishte i dobët, kur njeriu ishte më i cenueshëm, kur vëzhgimi duhej intensifikuar sepse njeriu, në gjendjen e stresit të madh fizik, bënte gabime. Mjeku i besueshëm. Njeriu të cilit i hapje gjoksin dhe i shpjegoje ku dhemte. Ai njeri kishte shkruar raportin e tij me grafitën e pastër dhe kishte dalë nga zyra e tij mjekësore duke mbajtur barrën e atij në nënshkrimit të heshtur. Por historia nuk mbaron këtu, sepse dosja ka edhe një dimension tjetër. Dimension i cili të befason jo me brutalitetin e vet, por me paradoksin e vet thellësisht njerëzor. Sipas burimeve, mjeku kishte vazhduar ta trajtojë Staroven me kujdes të vërtet, me profesionalizëm të sinqert, me atë ngrohtësi të njeriu të mjekësisë që nuk mund të fiket kollaj edhe kur njeriu ka zgjedhur shtigjet e errta. Ai kishte qenë, sipas të gjitha dëshmive indirekte, njëkohësisht spiun dhe mjek i mirë, tradhtar dhe njeriu që kujdesej. Dhe kjo dualitet, kjo pamundësi e kategorisë së pastër, është ndoshta gjëja më të rënditse e kësaj historie. Nuk kishte shejtan me brirë, kishte njerëz me sy të mirë dhe duar të ndyra, njerëz me dashuri të vërtet dhe frikë shumë të madhe. Njerëz që kishin zgjedhur gabim jo sepse ishin keq, por sepse sistemi kishte ndërtuar kushte ku edhe njerëzit e mirë bënin zgjedhje të padrejtë. Ju që keni njohur atë kohë, ju që e dini si shikoi mjeku juaj kur i tregoje diçka tepër personale dhe ai shënonte në fletoren e tij të vogël, a keni pyetur ndonjëherë veten se ku shkonin ato shënime? Arkivat zbulojnë diçka që mund të duket e pabesueshme derisa të mendosh se sa shumë para shpenzonte sistemi për të kontrolluar mendjet e njerëzve që i frikoi. Luan Starova, gjatë gjithë periudhës kur ishte në vëzhgim të intensifikuar, kishte vuajtur nga simptoma të qarta anksioziteti kronik dhe insomnie të rëndë. Kjo nuk ishte sekret. Familja e dinte, njerëzit e afërt e dinin, edhe ata që e takoshin rastësisht mund ta vërenin lodhin e grumbulluar prapasyve të tij. Por ajo çfarë nuk dihej, ajo çfarë dokumentet e mjekut brenda dosjese tregojnë tani me qartësi, ishte se gjendja e tij shëndetësore kishte ardhur gjithnjë përkeqësuar gjatë periudhave kur mbikëqyrja ishte intensifikuar dhe kishte pasur periudha lehtësimi relativisht kur sistemi kishte reduktuar burimet e dedikuara ndaj tij. Ky korelacion, ky ritem i çuditshëm i shëndetit të tij që ndiqte siluetën e panjohur të vëzhgjimit sekret, ishte dëshmi tjetër e drejtë për drejtë e efektit që mbikëqyrja kishte pasur mbi trupin e njeriu të mbikëqyrur, edhe kur ai njeri nuk e dinte me siguri se po mbikëqyrej. Trupi dinte, edhe kur mendja nuk ishte konfirmim. Sipas materialeve të studimit të arkivave, gjatë periudhës ndërmjet viteve 1978 dhe 1982, Starova ishte larguar 2 herë nga puna e tij me arsye shëndetësore. Largime të shkurtra, të justifikuara, të pranuara pa dyshim nga kolegët. Por kjo, çfarë nuk dinte askush, çfarë dokumentet tani e tregojnë, ishte se njëra nga ato largime kishte ndodhur pikërisht pas njërit nga raportet më të detajuara të mjekut. Raport i cili kishte arritur tek oficeri koordinues vetëm pak ditë para se gjendja shëndetësore e Starovës të përkeqësohej ndjeshëm. Koincidencë? Ndoshta. Por dosia ka shumë koincidenca të tilla, dhe kur ato koincidenca grumbullohen me atë rregullsi, ato pushojnë së qenuri koincidenca dhe bëhen model. E tëra kjo, gjithë kjo rjetë e gërshetuar e 5 njerëzve, e raporteve me grafitën e qartë, e mjekut me duar të ndyra dhe zemër të mëndyshme, e vizitave të papritura dhe listave me laps të kuq, kishte funksionuar me atë eficiencë të ftohtë, pikërisht sepse askush nga ata 5 nuk ishte monster. Asnjëri nuk ishte urryer Luan Starovan. Dhe ndoshta kjo është tragjike e vërtet. Jo tradhtia me urrejtje,
por tradhtia me indiferencën ndaj pasojave, me vetë justifikim të heshtur, me ata aftësi të tmerrshme njerëzore për të ndarë veprimin nga ndërgjegja dhe për të vazhduar jetën normale ndërmjet dy botëve. Çfarë ndodhi pas gjithë kësaj, atij njeriu të pestë, atij arkitekti intelektual të dosjes, atij që kishte kthyer letërsinë e Starovës në kallëzim, dhe u bën ndonjëherë qartë e vërteta e tij. Është njëra nga pjetjet e mëdha të historisë jugoslave dhe post-jugoslave. Çfarë ndodhi me ata që kishin bashkëpunuar? Çfarë ndodhi me ata njerëz, dhe ishin shumë më shumë se sa dëshiron ta pranoj memoria kolektive, që kishin nënshkruar marrëveshjet, kishin raportuar fqinjet dhe miqt, kishin mbajtur atë grafitën e hollë të Nikoqiris mbi letrat zyrtare të sistemit. Kur Jugoslavia u shpërb, kur arkivat filluan të hapen, kur emrat nisën të dilnin, shumë nga ata njerëz ishin ende gjallë, ende aktiv, disa edhe në postet e rëndësishme të kulturës dhe akademisë. Disa nga ata, sipas hullumtimeve, kishin bërë kalimin me gëzim tuese naiv nda sistemi komunist tek sistemi i ri demokratik, duke i riinterpretuar të kaluaren e tyre me elasticitetin e dikujt që gjithmonë ka ditur si të mbijetojë. Dhe sistemi i ri, i zënë me ndryshimet e mëdha, me luftrat, me ndërtimin e shteteve të reja, nuk ishte gjithmonë kohë, as vullnet, as kapacitet institucional për t'i u kthyer të kaluarës me durimin e duhur. Ky njeri i pesti, arkitekti intelektual i dosjes, bashkëpunëtori kryesor sipas materialeve të studimit të arkivave, nuk u gjykua kurrë. Nuk u ballafacua kurrë publikisht me atë çfarë dosja tregon. Sipas burimeve të hullumtimit historik, ai vazhdoi karrierën e tij letrare dhe akademike me tituj dhe nderime, duke dhënë leksione mbi lirinë e shprehjes dhe mbi dinjitetin e intelektualit angazhuar. Ka rrëfime jo të konfirmuara, por të qëndrueshme, të mbledhura nga njerëz të ndryshëm që nuk e njohin njëri tjetrin, se disa herë në mbledhje akademike, ai kishte folur madje me admirim të sinqert për veprën e Luan Starovas. Kishte analizuar romanet e tij, kishte vlerësuar saktën e tij gjysore dhe thellësinë e tij psikologjike. Kishte thënë gjëra të bukura mbi sagën familjare të Starovas, mbi atë aftësi të tij të rrallë për të kthyer kujtesën kolektive të shqiptarëve të Maqedonisë në letërsi universale. Dhe askush ndërkohë nuk e dinte, ose ndoshta disa e dinin dhe heshnin, se po fliste ai njeri i cili kishte ndihmuar sistemin ta kuptonte atë letërsi jo si vlerë, por si rrezik. A ju duket e drejtë kjo? A mendoni se sistemi i ri i baratsisë dhe demokracisë e kishte detyrim të bënte llogarinë me të kaluarën, edhe kur kostoja do të ishte e dhimbshme dhe ndërlikuar? Dhe tani duhet të flasim për pasurinë. Duhet të flasim, edhe pse ky kapitull i historisë ka mbetur ndërmjet gjysmëheshtjes dhe gjysmëdokumentimit, për atë çfarë ndodhi me të drejtat, me botimin, me të ardhurat nga vepra e Luan Starovas gjatë periudhës kur ai ishte në vëzhgjim aktiv dhe gjatë viteve menjëherë pas ndërrimit të sistemit. Sepse mes të gjitha paradokseve të kësaj historie, ky është ndoshta ai që dhem ndryshe, jo si tradhtia shpirtërore e mikut, jo si mbikëqyrja fizike e trupit, por si ajo heqje materiale e heshtur, ajo grabitje e besueshme e pasurisë intelektuale që ndodh pa bujë dhe pa dokument të qartë dhe shpesh nuk lihet kurrë dëshmi. Romanet e Luan Starovës. Dhe veçanërisht saga familjare, e cila filloi me librat e babait dhe u bën ndër veprat shqiptare maqedonase më të botuara jashtë vendit gjatë viteve të 90 dhe të 2000, kishin prodhuar të drejta përkthimi, të drejta botimi, të drejta shpërndarje në për shumë vende europiane. Paris kishte qenë qendra e kësaj veprimtarie. Paris, ku Starova kishte punuar si ambasador dhe si figurë e njohur letrare. Paris, ku kontaktet me botuesit francez, me agentët literar, me institucionet kulturore, ishin ndërtuar me vite durim dhe besueshmëri. Kjo pasuri intelektuale, të drejtat, kontratat, marrëveshjet, ishte prodhimi i punës së gjatë dhe i reputacionit të fituar me gjak të heshtjes dhe me rezistencë të brendshme ndaj sistemit. Por sipas burimeve të grumbulluara gjatë hullumtimeve, kishte një periudhë e shkurtër por vendimtare, rreth ndërrimit të sistemeve, kur Maqedonia ishte ende në procesin e pavarësimit dhe kur strukturat ligjore ishin ende të paqarta, kur kontratat e vjetra jugoslave duheshin renegociuar dhe kur sistemet e reja të drejtave autoriale nuk ishin bërritur ende plotësisht. Gjatë kësaj periudhe, disa nga të drejtat e veprave të Starovas kishin kaluar në përduar të ndërmjetme, në përzyra ndërmjetësuese, nëpërmjet marrëveshjesh verbale dhe nënshkrimesh me nxitim, me procedura jo gjithmonë transparente. Disa nga ato marrëveshje, sipas burimeve, sipas llogaritjeve paraprake të bëra nga njerëz që njohin tregun letrar të asaj periudhe, kishin prodhuar të ardhura që nuk kishin arritur plotësisht tek autori i vërtet, tek ai Luan Starova që kishte shkruar çdo fjalë me dorën e tij, me mendjen e tij, me sakrificën e tij. Ku kishin shkuar ato të ardhura? Kush kishte përfituar nga ajo turbullir institucionale e tranzicionit? Sipas burimeve,
Hetimi I plot I kësaj çështje nuk është bërë kurrë. Dokumentet ekzistojnë të fragmentuara. Marrëveshjet janë të shpërndara nëpër arkiva të ndryshme, dhe njerëzit që mund të flasin, disa nga ata kanë ndëruar jetë, disa janë plakur me heshtje, disa janë ende aktiv dhe nuk kanë asnjë interes të hapin këtë llogari. Sipas të dhënave të disponueshme, pasuria e vërtetë e Luan Starovës, pasuria e ndërtuar jo me kapital por me fjalë, ka patur jetë të ndërlikuar gjatë atyre viteve të tranzicionit, jetë shumë herë të largët nga ajo çfarë meritonte. Dhe kur arkivat e UDB-s u hapën dhe kur gjithë rjeta e mbikëqyrjes doli në dritë, erdhi edhe pyetje e pashmangshme. A kishte lidhje mes kontrollit të ushtruar nga sistemi mbi Starovën gjatë viteve të mbikëqyrjes dhe pozicionit të dobësuar të tij negociues kur erdhi koha e tranzicionit? A kishte sistemi, duke grumbulluar informacione mbi të gjatë dekadave, krijuar edhe levat e nevojshme për ta mbajtur atë nën kontroll edhe kur sistemi I vjetër nuk ekzistonte më? Kjo pyetje nuk ka përgjigje të konfirmuar. Ka vetëm nënkuptime. Ka vetëm ato koincidenca të shumta që kur grumbullohen, pushojnë së qenuri koincidenca. Janë vite të tëra tani, vite ku Luan Starova ka vazhduar të shkruaj, të botoj, të jetoj atë jetë të palevishme të shkrimtarit të vërtet, I cili e di se vetja e tij e vërtet ndodhet jo në tituj dhe poste dhe nderime, por në faqet e bardha të doshkrimit. Dhe ato dy faqe me shkrim dore janë ende brenda zarfit të mbyllur, ende brenda dosjes me spango të kuqe, ende pa shpjegim zyrtar. Ka njerëz që besojnë se ato dy faqe janë rrëfim I plot, emrat e të gjithë 5 bashkëpunëtorëve, të shkruar me dorë dhe me datë, dokumenti brendshëm që Starova kishte hartuar për veten e tij kur kishte mbledhur copzat e të vërtetës, kur kishin mbushur pikën e mjaftueshme për ta lejuar atë të shihte pamjen e plot. Ka njerëz të tjerë që besojnë diçka tjetër, se ato faqe janë jo dokument faktesh, por diçka shumë më intime, ndoshta letra e pashkruar drejt atij njeriu të ngushtë, atij arkitekti intelektual të tradhtisë. Letra ku Starova e toshte gjërat që nuk ja kishte thënë kurrë dhe ndoshta nuk do t'ja toshte kurrë ballë për ballë. Është edhe versioni I tretë, versioni të cilin studiuesit e arkivave e konsiderojnë të mundshëm, edhe pse pa konfirmim. Ato dy faqe janë vetë përkthim. Jo letër, jo dokument, por vetë përkthim. Starova duke shkruar me fjalët e tij, si ushtrimi brendshëm, si terapi e shkrimit, se si do ta tregonte ai vetë historinë e vet nëse dikush I jepte leje, nëse sistemi nuk e mbante me zinxhirin e heshtur të kontrollit. Nëse kjo hipotezë është e drejtë, nëse ato dy faqe janë zëri I papenguar I Starova, zëria I tij vërtet pa filtrin e censurës dhe të vetë censurës, atëherë ato janë ndoshta dokumenti letrar më I vyer I gjithë kësaj historie. Dhe fakti se janë ende të mbyllura, fakti se heshtja e qëllimshme rreth tyre vazhdon, është vetë dëshmi e gjallë se sistemi, edhe kur ka rënë fizikisht, ka lënë pas koncepte të mbijetesës, koncepte mbi gjërat që mbeten të mbyllura jo nga ligji, por nga tradita e frikës. Por ne jemi sot, miqtë mi, kjo ditë ku po ju tregoj këtë histori, shumë vite pas hapjes fillestare të arkivave dhe shumë vite pas atyre burimeve dhe studimeve të hershme, dhe ndeshemi me diçka të veçantë. Luan Starova ka vijuar të ndërtojë veprën e tij, ka botuar, ka marrë çmime, ka folur, ka qëndruar. Me atë qëndrueshmëri jo spektakolare, por shumë të vërtetë, figura e intelektualit shqiptar Maqedonas të gjeneratës që mbijetoi sistemin pa u bërë instrument I tij. Romani I tij I madh familjar, saga e cila nis nga kujtimet e Taatit Arifit dhe shkon deri tek historia e intelektualit ballkanik të shekullit të 20, është ndër veprat e pakta të letërsisë shqiptare maqedonase që gjatë viteve të 90 dhe të 2000 ka gëzuar pranim serioz në kritika dhe lecuesit europian. Paris e ka mbajtur me respekt. UNESCO ka njohur kontributin e tij kulturor. Dhe dosja me spango të kuqe, dosja e UDB-s. Ajo dosje e trash me emrin e tij të shkruar me makinë shkrimi ka mbetur çfarë është? Dëshmi e frikës së sistemit, jo e frikës së njeriut. Sepse njeriu që frikson sistemi nuk është domosdoshmërisht njeriu I friksuar, shpesh është pikërisht e kundërta. Ata 5 njerëz, mjeku, arkitekti, intelektual, dhe të tjerët emrat e të cilëve janë ende pjesërisht të mbyllur nëpër ato arkiva, kishin kaluar jetën e tyre të mpashme me atë peshë të fshehur. Disa kishin ndëruar jetë pa e pranuar kurrë hapur. Disa të tjerë kishin mbijetuar tranzicionin, me adaptimin e atyre që dinë se si funksionon sistemi, pavarësisht e emërtimit të tij. Dhe I pesti, ai arkitekti intelektual, sipas burimeve të fundit të disponueshme, kishte vazhduar karrierën e tij deri vonë, me tituj, me leksione, me atë respekt të jashtëm me të cilin shoqëria ndonjëherë shpërblen ata që kanë qenë të kujdesshëm të mos lënë gjurmë shumë të dukshme. Drejtësia në këtë histori nuk erdhi me gjyq dhe me dënim. Erdhi nëpërmjet arkivave.
Erdhi nëpërmjet atyre studiuesve të durimt që futën duart në kuti pluri dhe nxorën emrat. Erdhi nëpërmjet historisë, dhe historia, edhe pse ngadalë, edhe pse me vone sa që plagosin, ka mënyrën e vet të mbylljes së llogarisë. Por a mjafton kjo? A mjafton hapja e arkivave sipas jush, si formë vetme e drejtësisë ndaj atyre që u spionua, u mbikëqyrua, u mbajt nën kontroll me vullnet dhe me premeditacion gjatë dekadave të jetës së tyre? Historia e Luan Starovës dhe e dosies me Spango të Kuqe nuk është thjesht historia e një njeriu. Është pasqyra e asaj çfarë sistemi i bën jo vetëm trupit dhe karrierës dhe pasurisë së intelektualit, por asaj gjëje shumë më të brisht dhe shumë më të vështirë për t'u rindërtuar. Besimit. Besimi midis njerëzve, besimi se miku është mik dhe jo spiun, besimi se mjeku kujdeset vetëm për shëndetin tënd dhe jo për raportin e radhës, besimi se fjalët e thëna mbi tryezën e kuzhinës mbeten aty, midis dy njerëzve, dhe nuk fluturojnë me hapat e shpejt të dikujt i cili del nga dera me ngut. Ky besim kur dëmtohet nuk rindërtohet lehtë, nuk rindërtohet me ligje, nuk rindërtohet as me hapjen e arkivave. Ai duhet rindërtuar shumë ngadalë, vit pas viti, gjenerat pas gjenerate, njerëz të rinj pas njerëzish të rinj, me atë durinë të heshtur të kulturave ballkanike, të cilat kanë mësuar se mbijetesa nuk është fundja çmimi i keq, edhe kur paguhet me shumë. Luan Starova e shkroi këtë mbijetesë, e shkroi me fjalë, me letërsi, me atë sag familjare që nisi nga ori dhe mbërriti deri në Paris. E shkroi me gurinë e vogël blu mbi tryezën e tij, guri i sjell nga liçeni, guri që kishte zhdukur dhe u kishte kthyer, guri i cili, sipas legjendës familjare, mbante kujtesën e ujit. Kujtesa e ujit. Aftësia e ujit për ta mbajtur formën e enës ku ndodhet, por pa e humbur natyrën e tij, është ndoshta metafora e vetme e drejtë për atë çfarë i bëri sistemi Luan Starovës, dhe për atë çfarë Luan Starova i bëri sistemit. Ai mori formën e nevojshme për të mbijetuar, por nuk humbi asnjëherë natyrën e tij. Dhe ato dy faqe janë ende brenda zarfit, dhe guri është ende mbi tryezë. Tani ju pyes juve, ju që e keni parë këtë zhëfim deri në fund, ju që e dini si tingëllonte fjala raport kur tuaj me zë të ulët, ju që e keni ndjerë ndonjëherë atë ftohtësi të çuditshme kur njeriu i besuar të shikon pak shumë me vëmendje. Si e shikoni ju Luan Starovën? Si viktim të sistemit, si intelektual që gjeti mënyrën e tij për t'i shpëtuar, apo si diçka tjetër fare? Diçka ndërmjet këtyre dy alternativave, diçka specifike ballkanike, diçka që vetëm ne që e kemi jetuar e kuptojmë plotësisht. A mendoni se miqtë e tij spionj e kishin fajin personal, apo sistemi kishte ndërtuar kushte ku zgjedhja e ndershme ishte bërë tuajse e pamundur? Shkruani mendimet tuaja në komente. Doni shumë të dim nëse e mbani mend Luan Starove në qytetet tuaja, nëse keni lexuar ndonjërin nga romanet e tij, nëse historia e tij ju kujton dikë tjetër që njihni. Historia nuk pret. Vedosja me Spango të Kuqe dhe ato dy faqe të mbyllura vazhdojnë të presin dritën e një dite tjetër.